një popull e meriton fatin e tij. Sepse Zoti ditë veproi me njerëz. Populli e ka merituar fatin. Pse? Po shikohet pak. Cila ndyrësi nuk u bë me bashkëpunimin e popullit? Cili pistëk anti-shqiptar nuk bën me ndihmën e popullit? Cili korrupsion nuk u bë me ndihmën e popullit? Cila vjedhje votash, shitje votash nuk u bë me ndihmën e popullit? Cili moment edhe më i miri bëri të keqen që s'do ta bënte? Kompromisin me djalin, kompromisin me të keqen. Ky popull e ka merituar fatin. Ky popull po e meriton fatin e tij të ri për të shpëtuar nga kjo e keqe. Sepse fëmijët e këtij populli do bëj atë që se bëm ne dot në vitin 90, ta çojmë deri në fund. Ne vetëm e nisim na përdorën. Na keq përdorën dhe ja futëm vetes. Të gjithë ne jemi fajtorë, të gjithë jemi mëkatar dhe Zoti na dha atë që meritojmë. Na iku një jetë. Asnjëri s'mund të krenohet. Që thotë unë isha pa mëkat. Edhe ai që kujton që është pa mëkat, i ka bërë pisliqet e veta. Një formë apo një tjetër. Kurse ky brez ka mbijetuar në këtë mallkim dhe është kaq i pavarur në mendim, është kaq i lirë dhe nuk e frikson dot. Pse? Se ky brez flet anglisht që mos e marrin vesh prindit çfarë thonë. Këta janë njerëz që kanë më shumë besim ke njëri tjetri se sa ke prindit e tyre. Dhe ky brez nuk friksohet se babi do pushohet nga puna dhe mami do pushohet nga puna. Pra Rama ka humbur arpën e tij që merrte peng prindin për shkak të fëmijës. Apo jo, thoshte prindit rriurt se këtë ardhmën e fëmijës ka mund në dorë të ardhmën e fëmijës tënd. Dhe kur rrit ky brezi, që prindit ishin peng i Edi Ramës, ta s'du me ditë fare që prindi është marr peng. Ma kuptove logjikën. Dhe Rama tani nuk i bën dot presion prindit për fëmijën, sepse fëmia nuk e dëgjon më prindin. Nuk do t'ia di fare. Edhe po të shohësh, edhe votojnë ndryshe nga prindrit. Po nuk e çajnë kokën hiç. Fare. Zoti kështu veproi me Shqipërinë. Priti të bësh gati ky brez. Dhe tani çfarë ndodhi? A kanë ardhur nxënësit? Kanë ardhur. Kanë ardhur studentët? Kanë ardhur. Sa kanë ardhur? Një pjesë. A do vinë tjerë? Të gjithë do vinë. Pse? Po ku ke pati mo, Don Enio, në kaq vjet që ke qenë ti rije sot, çuna frigosa të reja, që rrin bashkë s'ka ndodhur një incident i vet. Në kaq tonë të madh. Kjo është për tu habit kjo? A ta them unë? Është për tu habit. Ta them unë, është dora e Zotit. Rama nuk prodhon dot incidente në turp.